Më 7 prill të vitit 1939, Shqipëria nuk u pushtua thjesht nga një ushtri e huaj. Ajo u tradhtua nga një shtet që për vite me radhë ishte paraqitur si mik, si aleat dhe si garantuesi pavarësisë së saj. Italia fashiste nuk erdhi në brigjet shqiptare si një armik i shpallur hapur prej kohësh. Ajo erdhi si një fuqi që kishte nënshkruar marrëveshje, kishte dhënë premtime, kishte folur për miqësi, për ndihmë dhe për respekt ndaj sovranitetit shqiptar. Por në mëngjesin e së premtës së madhe, me 7 prill 1939, të gjitha këto fjalë u shndruan në topa lufte, në anije ushtarake, në avion mbi qiellin shqiptar dhe në gjak mbi rrugët e Durrësit. Para se të hyjmë në këtë histori të dhimbshme, pëlqeni videon dhe abonohuni në kanalin ton sepse këtu nuk rrëfejmë vetëm ngjarje të së kaluarës. Këtu rikthejmë kujtesën e një populli që shpesh është tradhtuar, por kur nuk është dorëzuar në shpirt. Italia kishte një marrëveshje me Shqipërinë dhe jo një marrëveshje të thjeshtë. Në vitin 1927, Italia dhe Shqipëria kishin nënshkruar Traktatin e Aleancës Mbrojtëse. Një marrëveshje ku Italia zotohej se do të ndihmonte Shqipërinë në rast se ajo sulmohej nga një fuqi tjetër dhe do të respektonte pavarësinë e saj. Pra, në letër, Italia ishte mbrojtëse e Shqipërisë. Në realitet, ajo po përgatitej të bëhej pushtuesja e saj. Kjo është pikërisht tragjedia më e madhe e 7 prillit. Shqipëria nuk u godit vetëm nga armët italiane, ajo u godit nga pabesia, nga një shtet që kishte hyrë në vend përmes marrëveshjeve ekonomike, kredive, këshilltarëve, ndikimit politik dhe pranisë ushtarake. Derisa një ditë vendosi ta hiqte maskën dhe ta kthente Shqipërinë në një provincë të perandorisë fashiste. Në Rom, ky pushtim nuk ishte një vendim i marrë papritur. Galazzo Ciano, dhëndri i Mussolinit dhe ministri i jashtëm i Italisë, e kishte ndërruar prej kohësh shtrirjen e Italisë në bregun lindor të Adriatikut. Për të, Shqipëria nuk ishte një shtet me histori, me popull, me dinjitet dhe me të drejtë për liri. Për të, Shqipëria ishte një gur strategjik, një port drejt Ballkanit, një hapiri në ëndrrën e çmendur fashiste për ringjalljen e lavdisë së Romës së lashtë. Në ditarët e tij Ciano e quante këtë plan grushti shqiptar, pra jo çlirim, jo ndihmë, jo mbrojtje, por grusht. Një goditje e përgatitur ftohtë, me llogari politike, ushtarake dhe propagandistike. Italia donte të pushtonte Shqipërinë, por donte edhe që bota të besonte se shqiptarët e kishin pritur me lule. Donte ta zhdukte pavarësinë, por ta ruante fasadën sikur gjithçka kishte ndodhur me marrëveshje. Në vitet para pushtimit, Italia kishte hyrë thellë në jetën shqiptare. Kishte kredi, ndikim ekonomik, këshilltar, oficer, njerëz të saj në administrat, lidhje me qarqe politike dhe plane për ta kontrolluar vendin nga brenda. Por për Mussolinin dhe Cianon kjo nuk mjaftonte më. Ata nuk donin vetëm ndikim, donin kontroll të plot. Donin ushtrinë, portet, rrugët, doganat, pasurit nëntoksore, politikën e jashtme dhe vetë kurorën shqiptare. Dhe momenti u zgjodh me cinizëm të frikshëm. Me 5 prill 1939 lindi princi Leka, djali i mbretit Zog dhe mbretreshës Gjeraldin. Tirana u zgjua nga 101 të shtëna fesive. Për një qast njerëzit menduan se kishte nisur pushtimi, por jo, ishin të shtënat për lindjen e trashëgimtarit të Fronit. Vetëm 2 ditë më vonë me 7 prill, Shqipëria do të zgjohej sërish nga krisma, këtëherë jo nga festa, por nga bombardimi i Durrësit. Italia e kishte zgjedhur këtë moment me qëllim.
Donte ta godiste Shqipërinë kur familja mbretërore ishte në gjendje të brisht, kur mbretëresha sapo kishte lindur, kur vendi ishte i tronditur dhe kur presioni psikologjik mbi mbretin zog ishte më i madh se kurrë. Ciano besonte se zogu do të dorëzohej për hir të familjes. Ai mendonte se një mbret me gruan Lehon dhe foshnjën e porsalindur nuk do të guxonte të zgjidhte luftën, por populli shqiptar mendonte ndryshe. Në ditët e para të prillit, Shqipëria u mbush me thashëthëme të frikshme. Njerëz që ktheheshin nga Italia flisnin për përqendrime trupash në Bari e Brindisi. Thuhej se anijet ishin gati, se avionët ishin në pritje, se një ultimatum po afrohej, dhe sa më shumë rritej frika, aq më shumë rritej edhe zemërimi. Në qytetet shqiptare nisën demonstratat, populli kërkonte armë, të rinjt, studentët, nxënësit, veteranat, qytetarët e thjesht donin të regjistroheshin si vullnetar. Ata e kuptonin se Shqipëria nuk mund të fitonte lehtë një luftë kundër Italisë fashiste, por dinin edhe diçka tjetër. Më mirë të luftohej e të binte vendi me nder sesa të pushtohej pa u dëgjuar asnjë krizm. Ky ishte momenti kur Shqipëria e ndar për vite nga grindje politike, pakënaqësi, varfëri dhe frikë, u bashkua rreth një fjale të vetme: liri. Pas disa ditësh, dallimet u harruan. Nuk ishte më zogist e kundërshtar, nuk ishte më veriore jugor, myslimane të krishterë, të pasur e të varfër. Kishte vetëm shqiptar që e ndjenin se vendi po shkonte drejt një prove historike. Por këtu ndodhi drama e madhe. Populli kërkonte armë, ndërsa qeveria hezitonte. Premtonte, por nuk armatoste. Fliste për qendres, por nuk mobilizonte siç duhej. Shumë patriot që kërkonin mbrojtjen e vendit ishin burgosur. Delegacione shkonin tek autoritetet, kërkonin sqarime, kërkonin vendim, kërkonin organizim, por koha po humbiste. Në këtë kaos, një figurë doli me forcë morale të jashtëzakonshme, Mehdi Frashëri. Ai ishte ish kryeministër, burr shteti me përvojë dhe njeri që gëzonte respekt të madh. Kur delegacionet kërkuan të dinin të vërtetën, ai u tha qartë se Italia kishte paraqitur kërkesa që shkatëronin pavarësinë e Shqipërisë. Kërkohej kontroll mbi rrugët, pikat strategjike, Bregdetin, financat, doganat, monedhën, ministrit dhe e drejta që italianët në Shqipëri të merrnin shtetësi e të blinin toka. Me fjalë të tjera, Italia nuk kërkonte miqësi, ajo kërkonte dorëzimin e shtetit shqiptar. Dhe këtu lind pyetja që therr ndërgjegjen historike: si mund të kërkonte Italia këtë nga një shtet me të cilin kishte marrëveshje për respektimin e pavarësisë? Si mund të kthehej aleati mbrojtës në pushtues? Si mund të nënshkruaje traktate me Shqipërinë dhe pastaj në mëngjesin e një dite të shenjtë ta sulmoje me anije, avion e trupa? Kjo ishte tradhtia e madhe. Më 7 prill 1939 në Agim, topat italian nisën të flasin, durrësi u godit. Anijet italiane ju afruan bregut. Ushtria fashiste priste një zbarkim të lehtë. Propaganda e tyre kishte përgatitur tashmë historinë. Shqiptarët do t'i prisnin italianët me entuziazëm, por në Durrës ndodhi diçka që e turpëroi këtë propagandë. Në drejtimin e Abazgupit, forcat shqiptare dhe vullnetarët zun pozicione pranë portit. Ata nuk kishin as armatim të mjaftueshëm, as mbështetje ajrore, as flotë, as tanke. Përballë tyre qëndronte një fuqi e madhe ushtarake, por kishin diçka që Italia nuk e kishte llogaritur mirë: vullnetin për të mos u nënshtruar pa luftë. Kur ushtarët italian zbritën dhe porti u mbush me trupa, mitralozët shqiptar hapën zjarr. Italianët u kapën në befasi. Ata që kishin ardhur për parad, papritur u gjendën nën zjarr. Zbarkimi u kthye në kaos. Tentativat u përsëritën disa herë,
por rezistenca shqiptare e bëri të qartë se Shqipëria nuk po pushtohej me pëlqimin e saj. Luftimet vazhduan në rrugët e Durrësit, shtëpitë u kthyen në pika qendrese, civil, polic, ushtar dhe vullnetar qëllonin mbi trupat që përparonin. Rrugët u mbushën me gjak. Italia mund të kishte anije e avion, por nuk mund të afshihte më të vërtetën. Shqiptarët po luftonin. Rezistencë pati edhe në Lezhë, në Kakariq, në Vlorë dhe në Sarand. Në disa vende mbrojtësit ishin vetëm grupe të vogla burrash me pak armë e pak municion. Në Sarand, sipas rrëfimit të historianit shqiptar Tajar Zavalani, një grusht burrash qëndruan pas një kodre, pritën derisa italianët u afruan dhe pastaj hapën zjarr derisa u mbaruan fishekët. Kur një oficer italian pyeti ku ishte ushtria, ju tha se ushtria ishte aty, ata pak burra, të gjallë, të plagosur e të rënë. Ky është një nga momentet më të fuqishme të historisë sonë. Jo sepse Shqipëria kishte mundësi reale të ndalte Italinë fashiste, por sepse ajo dëshmoi se nuk ishte dorëzuar me vullnet, se pushtimi nuk ishte marrëveshje, se shqiptarët nuk e kishin pritur fashizmin me lule, por me plumba. Ndërkohë në Tiranë Mehdi Frashëri mori një rol historik. Ai u vendos pranë Radio Tiranës dhe përgatiti protestën e famshme drejtuar Benito Mussolinit. Ishte një thirrje e fortë, e qartë, e mbushur me dinjitet. Ai i kujtoi Mussolinit se shqiptarët kishin luftuar në shekuj kundër pushtuesve dhe se nuk mund të pritej që ata t'i prisnin këmishëzijt fashist me brëhoritje. Në një kohë kur topat godisnin qytetet shqiptare, Radio Tirana u bë zëri i Shqipërisë së lirë. Kjo kishte rëndësi të jashtëzakonshme. Italia donte të kontrollonte narrativën, donte t'i tregonte botës se gjithçka po ndodhte qetë, se shqiptarët ishin dakord, se ky ishte një bashkim miqësor. Por zëri i Mehdi Frashërit e prishi këtë gënjeshtër. Ai i tregoi botës se Shqipëria po sulmohej, se po rezistonte dhe se ky ishte akt agresioni. Pastaj erdhi mesazhi i mbretit Zog drejtuar popullit. Ai foli për kërkesat italiane, të cilat do të zhduknin pavarësinë e vendit, dhe bëri thirrje për qëndresë, por ky mesazh erdhi vonë, shumë vonë. Në terren pushtimi kishte nisur. Qeveria nuk e kishte armatosur popullin në kohë. Strukturat shtetërore ishin të parealizuara dhe pak nga pak u përhap lajmi se mbreti dhe qeveria po përgatiteshin të largoheshin. Në Tiranë shpërtheu paniku. U përhapën zëra se kryeqyteti do të bombardohej. Njerëzit nisën të largoheshin me çfarë mundnin: gra, fëmijë, pleq, familje të tëra, me dyshek, batanie, djep e plaçka mbi kafsh. Tirana, që pak orë më parë kishte zhurmuar nga ankthi dhe pritja, u kthye në një qytet të heshtur. Më 8 prillte po atij viti trupat italiane hynë në Tiranë, jo në një qytet që festonte, por në një qytet të zbrazur. Në një qytet të friksuar, në një qytet që kishte kuptuar se shteti i tij ishte thyer, por jo domosdoshmërisht shpirti i tij. Pas pushtimit, Italia nisi me një herë shkatërimin politik të Shqipërisë. U organizua një kuvend i rrem, ku burra të mbledhur nën presion u detyruan të luanin rolin e përfaqësuesve të popullit. U shpall rrëzimi i mbretit Zog dhe bashkimi i kurorës shqiptare me ato italiane, në personin e Viktor Emanuelit III. Shqipëria do të quhej ende mbretëri, por në thelb nuk ishte më shtet i lirë. Kjo ishte pjesa tjetër e tradhëtisë. Italia jo vetëm që pushtoi një vend me të cilin kishte marrëveshje, por pastaj u përpoq ta paraqiste zhdukjen e pavarësisë si vendim shqiptar. Krijoi qeveri kukull, nënshkroi konventa, mori kontrollin e doganave, monedhës, ushtrisë, policisë, diplomacisë dhe pasurive natyrore. Ushtria shqiptare u shkri në ato italiane. Ministria jashtme praktikisht u transferua në Rom. Politika jashtme shqiptare nuk ekzistonte më.
Një nga pikat më të rrezikshme ishte ajo që u jepte italianëve mundësinë të vendoseshin në Shqipëri, të fitonin të drejta dhe të hapnin rrugën për kolonizim. Pra pushtimi nuk ishte vetëm ushtarak, ishte politik, ekonomik, kulturor dhe demografik. Fashistët goditën edhe arsimin, mbyllën liceun francez të Korçës, një nga institucionet më të rëndësishme kulturore në vend. Synuan të kontrollonin librat, shkollat, mendimin dhe brezin e ri, por 7 prilli mbeti dëshmi e kundërt. Ai mbeti prova se Shqipëria nuk u dha me dëshirë, se traktatet u grisën nga ata që kishin nënshkruar. Kjo është arsyeja pse 7 prilli nuk duhet parë vetëm si ditë pushtimi, duhet parë si ditë tradhtie ndërkombëtare, si ditë kur diplomacia u kthye në armë, si ditë kur një shtet i vogël u sakrifikua nga fuqitë e mëdha. Teksa marrëveshjet shkeleshin dhe ndërsa Evropa shikonte. Britania e konsideroi Shqipërinë jashtë interesave të saj. Franca ishte e dobët, fqinjet heshtën, bota protestoi me fjalë, por jo me veprime. E megjithatë, shqiptarët thanë jo. Disa me pushk në Durrës, Lezhë, Vlorë e Sarandë, disa më zë në Radio Tirana, disa me demonstrata në rrugë, disa me refuzimin për ta pranuar pushtimin si realitet moral. Dhe ky është thelbi i historisë. Shqipëria mund të ishte e vogël, e varfër, e pa organizuar dhe e braktisur nga fuqitë e mëdha, por ajo nuk ishte pa dinjitet. Çfarë mendoni ju? A ishte 7 prilli i vitit 1939 tradhtia më e madhe që Italia i bëri Shqipërisë? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.